Ne duhet ta nisim nga vetvetja, sepse kanë kaluar 30 ca vjet që ne nuk kemi bërë asgjë në këtë drejtim. Politikanët shqiptarë që janë zgjedhur për të drejtuar Shqipërinë kanë premtuar në fushatat e tyre elektorale që do të trajtojnë çështjen Çame, që do të bisedohet me palën greke. Dhe asnjëherë nuk është bërë një gjë e tillë. Ata duan votat e Çamit dhe asgjë tjetër. Duhet që politikanët shqiptarë ta shikojnë me një optik të re çështjen Çame. Nuk mund të vazhdohet më tej kështu. Por duhet njëkohësisht që edhe vetë Çamët, fondacioni, partia politike që është, edhe që titullohet e tillë që mbron, domethënë çështjen Çame dhe që nuk po bën asgjë. Duhet që partia politike e PD-jus të ndryshojë atë, si thuaj, optikën e saj. Të jetë një parti e cila vërtet mos të ketë interesat personale, po të ketë interesin e çështjes Çame.